nevojë për më shumë, mund të përgjigjen me email. Zoti Këlliçi dhe më pas zoti Hoti. Faleminderit. Kryetare, në vijim të pyetjeve të zotit Bardhi për zëvendës ministrin në raport me dy tecet lundruese pluskuese nga Bangladeshi në Vlorë. Zoti zëvendës ministër, dua t'ju kujtoj dhe panelit që duke qenë se për fatin e keq të institucionit që ju përfaqësoni, të gjitha institucionet e linjës varësisë tuaj, drejtuesit, ish drejtuesit, janë në hetim apo në procedim nga SPAK-u, dua t'ju kujtoj për korrektesë dhe për qenë krejt etik me ju që duke qenë se dhe kjo është një mbledhje transmetuar live, çdo dëshmi e dhënë këtu mundet të jetë subjekt i hetimit të SPAK-ut dhe çdo gënjeshtër e thënë para këtij komisioni mundet të ketë pasoja penale për të gjitha palët. Po i rikujtoj për shkak se gjitha çështjet janë në hetim, edhe çështja e teceve që nuk punojnë, por që do të saksojmë tani se sa punojnë dhe si punojnë. Pra, dua t'ju kujtoj që nuk është kollaj, po s'ka problem. Dua t'ju kujtoj që nëse nuk jepni një përgjigje të saktë, mundet të mbani përgjegjësi penale. Nuk ja uroj personalisht asgjë me asnjërin prej jush, por që të jemi të qartë me njëri tjetrin. Në raport me dy tecet pluskuese ju thatë se kanë prodhuar deri tani 90.000 megawatt. Pra i bie sa 10% e totalit që do duhet kishin prodhuar, në mos gaboj 850.000 megawatt deri tani. Për një situatë që ju e keni kontraktuar në 2021 kur keni shpallur emergjencën kombëtare dhe i keni vënë në punë në 2024. Nga 2021 në 22-shin, në 23-shin dhe 24-ën, çfarë ka ndodhur me këto dy tece pluskuese? Ku kanë shkuar parat që janë paguar për këto dy tece? Dhe edhe pse ju e keni patur në kontratë që i keni marrë me qira, në djenim time sot që ne flasim, janë harxuar miliona euro të tjera nga buxheti i shtetit, nga buxheti që ju administroni, për t'i marrë në pronësi këto dy tece në mos gaboj. Pavarësisht se fillimisht keni thënë që do të ishin vetëm me qira. Emergjenca, po e them edhe një herë, është shpallur në vitin 2021, i keni kontraktuar po në atë vit dhe vini dhe krenoheni para këtij komisioni apo pohoni, nuk po them krenoheni, që prodhimi pas ka filluar në 2024. Dhe deri tani keni prodhuar vetëm 10% të asaj sasie totale që në mos gaboj është 850.000 megawatt. Ju kërkojnë ndjes zoti Këlliçi. Po. Nëse unë dëgjova sakt, kjo ka kosto financiare. Ju lutem. Nëse unë dëgjova sakt zëvendës ministrin, në momentin që e pyeta, nëse pyetjet janë fokusuara me objektin e veprimtarisë që kemi sot për shqyrtim, buxhetin 2026-s, për këtë çështje, përgjigjja ishte që nuk ka. Dhe çdo pyetje e cila nuk lidhet me fushën e veprimtarisë, të asaj që është rendite, unë do të duhet ta ndërpres. Prandaj ju lutem. Nuk shqetësohem. Jo, nuk shqetësohem. Unë jam përgjegjëse për të mbajtur komisionin në shinat e rendit të ditës. Dhe rendi i ditës është buxheti i vitit 2026. Zëvendës ministri sapo tha për parafolsin që nuk lidhet me buxhet 2026. Çdo koment dhe çdo pyetje për 2025-ën është ose në seancë plenare, ose në buxhet faktik. Ose keni pyetje për 2026-ën, ose japi fjalën zotit Hoti. Jo, ju kuptoj, unë e kuptoj se ku doni dilni dhe problemi që keni, por këtu ka një problem shumë të madh. Po sigurisht që kemi. Duhet të vazhdoj me komisionin së pas rendit ditës. Unë po vazhdoj me komisionin me pyetje krejt normale. Tash duke qenë se ju që në krye të herës e futët këtë komision në palishmëri për shkak se nuk zbatuat nenin 80.1 të rregullores së kuvendit. Dhe ne po ju pranojmë që qëndrojmë këtu dhe t'i përgjigjemi personave që nuk duhet të relaktojnë këtu zyrtarisht